A janë me pagesë trajnimet e mia. Kur më vijnë këto mesazhe, sidomos nga ata që janë përdorues, mendoj se është një diçka shumë ofenduese. Ofendojnë shumë veten e tyre, jetën e tyre. Ofendojnë gjitha gjërat e rëndësishme që po humbasin nga varësia. Sepse të dërgosh një mesazh dhe të pyesësh, a është me pagesë një program që të ndihmon të ndalosh së dëmtuari veten, të ndalosh së helmuari veten. Fillosh të përqendrohesh në gabimet që ke bërë, pse i ke bërë, çfarë të ka shtyr për t'i bërë, të marrësh përgjegjësitë e tua. Dhe gradualisht fillosh të përqendrohesh te objektivat, se si të përmirësosh javën e ardhshme, si të përmirësosh muajin e ardhshëm, vitin e ardhshëm, cilat janë hapat më të mira që mund të bësh tani, sepse varësia të lodh shumë. Edhe me siguri nëse ke shumë kohë që përdor, ke bërë goxha gabime sepse nuk e qenë i kthjellët. Dhe kjo gjë kur ndalon së përdori, kur fillon rri i pastër, kur fillon reflekton dhe merr përgjegjësitë e tua, është sikur ndodh një mrekulli. Është sikur ndodh një mrekulli sepse fillon përmirëson jetën tënde. Edhe sidomos kush janë dhe prindër, unë ndihmoj dhe shumë prindër, fillon përmirëson ambientin familjar. Fëmijët e tu fillojnë të shikojnë dhe i kthehet babai në shtëpi që nuk përdor më. Rri i pastër, i shikon në sy. Nuk ka frikë më të shikoj fëmijët e vet në sy. Këto gjëra nuk mund të pyesësh a është me pagesë ky trajnim, se është njësoj sikur të pyesësh a është me pagesë kur shkon blen bukën, kur shkon blen një makinë. Nuk mund ta pyesësh atë, a është me pagesë kjo makina. Dhe është ofenduese jo për mua sepse unë bëj këtë punë dhe nuk ofendohem nga çdo gjë që më shkruajnë njerëzit, unë nuk ofendohem sepse kuptoj dhimbjen e tyre ose edhe ignorancën e tyre, pra ignorojnë për të njohur gjërat më shumë. E kuptoj, por për ata që përdorin, mesazhi i mirë duhet jetë o Eugene. Kur do fillojmë sepse dua të dal nga ky ferr, dua të dal nga ky tunel dhe dua të përmirësoj jetën time dhe të familjes time. Jo të shkruash o Eugene, është me pagesë ky trajnim, sepse ofendon veten tënde dhe jetën tënde. Por fillo të gjesh zgjidhje për të përmirësuar situata që po të mundojnë më shumë. Kujdesu për veten.